E kur robi e ka për një me Zotin, kur robi e ka për një adhurimin, kur ta bën një adhurim e ka për një nuk ka shku vetëm figurativisht, vetëm si e faqe, ai ta krijet Bozi, po e ka për një qoftë me Allahun dhe adhurimin sinqerisht, si rrjedhor, adhurimi thot rezulton me shije. Që nuk e përvetson thot, e nëse nuk e përvetson këta, ki defekte. Pa tjetër në brendësinë tone. Allahu xhalesha nuk e ka inspiruar një ditë për ditëve Davudin alayhis salam dhe i ka shpall një pejgamber ka thonë: "O Davud, tash do me treguar dëgjoj vëllezër se sinqeriteti apo me shiju kënaqësinë e Allahut nuk do të më shku mas epsheve." I ka thonë Davudit: "Ja Davud, kur mos ju afro epsheve, qefeve dhe dëshirave, nga se i kam krijuar dëshirat për të dobtit." Është konsumim, artikull mall, qefit, dëshira, epshet për njerëz të dopt. Por di se nëse afrohesh qefeve, kënaqësive të dunjas, epsheve, thot më e lehtë që do ta bëj për ty është nuk ta mundsoj ti kur me shiju komunikimin e ngrohtë me mua. Kena pas një profesor atje në Egjipt, ishmi disa kolegë, në karastis, kur bante dua, fëshmi vete, sa mirë ban dua, t'ja ha atë kënaqësinë e duas. Me shka e ka rritaj. Se na ki po ndollë, në folë për vete, po se kemi këtë sprovë. Ban dua, taft, jo komunikim me Allah, nuk kënaqë. A i bate dua, bile këto ditë, nga shta është pak si për me kesh, po e kam pa, ka do shpesh në Facebook, se dekin e pa shumë e postojnë një person i thjesht, në xhamit e pejgamberit, edhe ban dua, kur ban dua, ban me ato skeqet lëvizjet e dorës, ban dua thot bashkëtohet bal, bashkëto. Edhe sikur se unë do më fut zemër, ai e ban me përgjërim, sikur të kohët e ban. Kështu do? Sikur do thoj, më jep. Thosha, ky e ka bërë ta se brendsinë ka të mirë, edhe ajo manifestohet edhe me gjeste. Ha? E ki thot autori thot se Allah i ka thënë Davud, ti nëse thot i pas çdo qefit, pas çdo dëshirës. Di se mas pakti çka mund me bë për ty, më lehtë është se ty i thot të privoj, nuk ta mundsoj me shiu komunikimin e ngrohtë atë monologun me Allahun xhaleshanu. Andaj thot gjithë ku informoj dhe Ben Israil, mos ju afroni dëshirave të qefe, nga se një zemër që mbulohet edhe maskohet me qefe dhe lakmia, Allahu ka për të aprovuar edhe zërin e duas. Nëse dua, pas zëri jot nuk ka me depërtu tek Allahu dhul xhelal.